إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrë të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili e bëni zakon të Tij, sunnet të Tij që drejtësia të ngadhnjejnë. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të jetojmë disa çaste me një ilustrim mbi një ndodhi që ndodhi në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ku Allahu Azza wa Jall na porosit që të marrim mësim dhe këshilla. Dhe Allahu Azza wa Jall tregon se kjo ndodhi vazhdon të ndodhe vazhdimisht me gjenerata, nga se s'ka shmangje dhe s'ka ndryshim nga suneti dhe zakoni Allahut Azza wa Jall. Lejo të ndërshëm kohën e pejgamberit Allahut jetonin 3 fise që i fut në Medinë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëri marrëveshje dhe i dha të drejtat e tyre. Megjithatë, si zakonisht që i futët janë tradhtar të cilët përbuzin begatit dhe mirësit që një popull i afron atyre. Atë Allahu Azza wa Jall i mallkoi ato dhe i tha, Allahu Azza wa Jall nuk i ka ngel që i futëve vetëm di litara. Litari Allahut dhe litari njerëzve ndërkombëtarëve. Litari Allahut Azza wa Jall është shkëput që herët kur tradhtuan Allahun Azza wa Jall dhe Allahu Azza wa Jall i mallkoi ato. Ngeli për to vetëm një litar ndihma dhe për krahja e popujve mizor zullumqar si to. Dhe ne si beshohemi këtë ditë falenderojmë Allahun Azza wa Jall ka fillu të shkëputet ky litar. Dhe tregon Allahu Azza wa Jall se me shkëputjen e këtyre dilitarëve nuk ngel pushtet për to. Pra lejo të ndershëm, 3 fise jetonin qytetin e pejgamberit Allahut të garantuar me drejtat të plota të tyre. Një ndër këto fiset më të fuqishëm ishin fisi Beni Nadir. Cili ishte fisi Beni Nadir? Fisi Beni Nadir, vëllezër të ndershëm, ishte që i boni komplot pejgamberin Allahut për ta mbyt. Ku shkoi pejgamberi Allahut për të kërku një pjesë të pasurisë që kishin marrëveshje mes tyre, planifikuan që t'ja hedhin një guri të madh mbi kokën e pejgamberit Allahut. Dhe kështu ato prishën marrëveshjen dhe i banën komplet të dërguarit Allahut. Dhe Allahu Azza wa Jall na tregon një sunet të Tij, ku të gjithë ata që mbështeten në forcën e tyre, që gjithë ata që mbështeten në aftësitë e tyre, të gjithë ata që mbështeten në aleatët e tyre, të gjithë ata që mbështeten në pushtetin dhe arritjet e tyre, kanë për të shgënjur në fund të jetës së tyre. Thot Allahu Azza wa Jall në suratul Hashr, thot huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr.
Thotë Allahu Azza wa Jalla, shi vetëmi që Allahu i nxjorri ja besimtar nga idhëtarët e librit nga shtëpitë e tyre në rrëmbimin e parë, që nën kupton se ka me pas që kanë me pas që i fotët rrëmbim dhe tjetër, kanë me pas nxjerrje nga shtëpitë e tyre gjithashtu në ardhmëri, li awwal al-hashr. Ma dhanantum an yakhruju. Jo jeshi besimtar që mendoshin se asnjëherë s'kan me shluke tokë, asnjëherë s'kan më dëbu nga vendi tyre. Mirë po Allahu Azza wa Jall çka thot në Kur'an i Kerim, thot wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Dhe menduan atyre se fortifikatat e tyre, menduan atyre se arritjet dhe forca e tyre kanë mi penguan gjithashtu nga dëshkimi Allah. Fatahumullahu min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Mirë Allahu Azza wa Jall i ndëshkoi ato nga nuk e prishin ato. Ndëshkimi i zullumqtarëve dhe kriminalëve i vjen nga se mendojnë ato. Dëshkimi i kriminalëve vjen nga nuk e mendojnë dhe janë të sigurt ato. Asnjëherë vëllezër të ndershëm se kanë menduar ata se do t'jenë ato që do t'i praktisin shtëpitë e tyre. Jo vetëm që do t'i praktisin shtëpitë e tyre, po fortifikatat dhe kështjellët e tyre janë ato që do t'i rrënojnë me durët e tyre. Thotë Allahu Azza wa Jall, yukhribunahum buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Fa'tabiru ya ulil absar. Erdita ku ato kështjellat e tyre që mendonin se ka menqenën fortifikatat e tyre, mendonin ato se kupolla e hekurit, kupolla e qelikot, mendojnë se ka mundësi që t'i mbron ato nga ndëshkimi Allahut Azza wa Jall, dhe Allahu Azza wa Jall ja solli atyre ndëshkimin ka se mendojnë, nga brendësia kështjellave dhe fortifikata dhe shtëpive të tyre. Thotë Allahu Azza wa Jall, wa qadhafa Allahu fi qulubihim ar-ru'b. Ndëshkimi i tyre është që Allahu hedhin zemrat e tyre frikë. Allahu Azza wa Jall hedhin zemrat fortifikatat e tyre, mbrëmsinë e tyre frikë. Pa thonë të pejgamberi Allahu, një ndër mrekullit më është dhëro që një muaj para se të planifikon armiko që të më sulmon, Allahu Azza wa Jall më ndihmon mua kundra tyre me frikë. Fa'tabiru ya ulil absar. O ju zotët e mendjes, mendoni dhe logjikoni se s'ka fortifikat që të mbron nga dëshkimi Allahu. Pra kush i mashtroj ato, i mashtroj ato fuqia e tyre, forca e tyre, inteligjenca e tyre, mendoan se kanë arritën kupollën e qiellit, të ndërsëm, thot Allahu Azza wa Jall, a nuk morën mësim ato nga një popull i lartë që ishte më i fortifikuar, më i fuqishëm, më i fortë se këto. فأما ثمود فاستكبروا فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. A nuk e pa në ato popullin e Adit që jeton në vendin e Jemenit, mes Jemenit dhe Omanit, në popullin e Akafit që Allahu e përmend Kur'an i Kerim, a nuk morët mësim nga populli e Adit, të cilët u bën krije lartë mendje mëdhej në tokë si përfaqen e tokës dhe thanë, kush është më i fuqishëm se ne, a ka ndonjë super fuqi më e madhe se ne? Thotë Allahu Azza wa Jall, a nuk logjikuan dhe nuk menduan se ai që i krijoi është më i fuqishëm se to? A nuk menduan ato se ai që është më i fuqishëm se to? Pra Allahu të ndërshëm, më i fuqishëm se populli i Adit ishte Allahu Azza wa Jall, ku Allahu Azza wa Jall i ndëshkoi ato me një ushtar nga ushtarët e Allahut. Allahu i shkatërroi ato me erë që nuk duken sinën e njerëzit. Jo që krenoni me fuqinë, jo që keni arritën super fuqi,
Jo që të tentoni që të ndërtoni kupollat e qelikut. A mendoni se kupollat e qelikut jo mbrojnë nga dëshkimi Allahut? Para të lejo të ndërsëm kohën e Omer ibn Abdul Azizit, një administrator i tij nga Khorasani ja dërgon Omer ibn Abdul Azizit, khalifës së drejt, një letër dhe kërkon nga ai një leje të çuditshme dhe i thot: më lejo që të përdori dikun, më lejo që të përdori kam gjikun dhunën dhe të përdori gjithashtu shpatën, nga se ki popull nuk kupton vetëm me dhunë dhe me shpat. Ndëgjon e çka i përgjigjet Omer ibn Abdul Azizit, ati administratori, dhe tha: ke dhep, tha, nuk është e vërtet, ke gabuar në administrimin tënë. Nga se nuk i ban një popull dhe vetëm drejtësia dhe vërteta. Ku të mungohet drejtësia dhe vërteta, vëllezër të ndeshëm, duket se dhuna jep rezultate. Mirë po thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin Kerim, dhe Omeria për rikujton atij dhe i thot: inna Allahe la yuslihu amal al-mufsidin. Allahu nuk i jep sukses popullit mizor, popullit të padrejt, popullit që shtip. Allahu nuk i jep sukses. Me i pa thonë sukses, i kishte thonë sukses Stalinit dhe Enver Hoxhës. Me pas qenë me thonë që drejtojt një popull e kishte drejtu popullin Enver Hoxha, vëllezër të ndershëm. Mirë po, vëllezër të ndershëm, ajo që po ndodh në Shqipërinë tonë, vëllezër të ndershëm, këto 30 vite është ndëshkim i Allahut Azza wa Jall për shkak meritave që e bënën ata baballar dhe stërgjishët e tyre, që e morën iniciativë për t'i kënaqë krijesat e i dhiruan Allahu. Ishe më në kishat dhe xhamit dhe thënë feja shqiptarit a shqiptaria, dhe ne bardhoket dhe ne ende mbeturinat e tyre i kena ne në vendin tonë, dhe kjo është shenja e përfundimit të tyre. Nga se Allahu Azza wa Jall popullin e Musait e ka ndëshkuan 40 vite që të shatitet në shkretin, nga se patën qenën prodhim i popullit zbizor i Firaunit. Popullit që arritën në dhunë, vëllezër të ndershëm, s'ka mundësi që të ngrit kokën dhe të arrit krenarin, dhe kjo nuk zgjat ma shumë se 40 vite suneti Allahut në tokë. Pra ato të cilët bojnë zullum, vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall nuk e zgjat ma shumë se 20 vite. Kja suneti Allahut Azza wa Jall në tokë: fatahum Allahu min haythu lam yahtasibu. Allahu Azza wa Jall i ndëshkon ato ka nuk e mendojnë. Mendojnë ato se pasuria e tyre, mendojnë ata se fuqia e tyre, mendojnë ata se pushteti i tyre, është fortifikat e tyre. Mirë po Allahu Azza wa Jall tha në Kur'anin Kerim: wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Ato banën kurthe, o komplote të një pas njëshme, marruan se Allahu kur gjithashtu kurdis komplote kundra tyre. Se sot është e çuditshme, vëllezër të ndershëm, ma e çuditshme është ato që i kanë prunë qeveri, janë ato faktorët kryesor që i rrezojnë mbi qeveri. Ato që të ngritin, vëllezër të ndershëm, një ditë kanë me të ul ditën ditë. A dini përse të thot Allahu në Kur'anin Kerim: wa tilke, thot Allahu Azza wa Jall, kja suneti Allahu në tokë, nga se Allahu Azza wa Jall thot: wa kedhalike nuwalli وَذَلِكَ نُوَلِّ الظَّالِمِينَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Allahu Azza wa Jall ndëshkon zullumqtarët me zullumqtarët. Allahu Azza wa Jall ndëshkon zullumqtarët të padrejtit me të padrejtit si rezultat i meritave punëve të tyre. Dhe thot Allahu Azza wa Jall: ne mos mi bo njerëzimit që e mbrojnë njëri tjetrit, do t'ishte bosh që çrregullim në tokë. Ata që të mbrojtën gjithë sot kanë me të shema dhe kanë me të rënu. Dhe unë këtë mimberin e pejgamberit Allahu dimi e 23 në vëllezër të ndershëm kanë thonë, kur ka filluar lufta e Gazës, kanë thonë se komploti botëror kundra çifutëve, ja pra këto rezultatat dhe vetëm tash kanë filluar që të
dalin në shesh nga se shpartallimi këtij shtetit mizor që është krijuar dhe ka qenë ankth në gjoksat e muslimanëve në veçanti dhe gjoksat e mbar botës, vetëm ka fillu të shembat nga se është i shembull nga mbretësia mirë, po neve na tenton një magjistar bashkohor të i krijon atinve shtet dhe neve të grabit të tokën tonë dhe t'ja dhurohet të qerve për të qëndruar për shtetin e vetë, s'ka për të jadhuruar as tokën, s'ka për të gëzuar as qeverisjen e tij, s'ka për të gëzuar as postin e tij, nga se tradhtarët të vëllezërve të ndershëm Allahu Azza wa Jall nuk i jep afat të gjatë, Allahu nuk i jep sukses, ato sheman njani me tjetërin. Nga se Allahu Azza wa Jall tregon se drejtësia është absolute dhe ajo që mbijeton, për këtë arsye ka dhënë të parton zullumi i mbijeton vetëm një çast, ndërsa drejtësia mbijeton deri në ditën e Kiametit. Kja suneti Allahut në tokë që neve të japesit se ai që është me Allahun është nga dhënjes. Ai që Allahun Azza wa Jall ka braktisën ka humbë çdo sens se s'ka mundësi të ngallnjen pa marrë parasysh se kush qëndron mbas atij, pa marrë parasysh se sa aftësi posedon. Karuni ishte ai i cili ai multimilioneri, bilioneri ishte më i madh dhe u krenu ishte me nga populli Musait, thot Allahu Azza wa Jall, gjitha thojnë se ka qenë djali Axhesh Musai që e botonte Tevratin dhe shpërndante. Mirë pa mashtroj dunjoja ata dhe u bëhen mik i Musait. Allahu Azza wa Jall tregon në Kur'anin e Kerim se sa ka pas depo, sa ka pas pasuri, sa ka pas pushtet Karuni, asnjëni prej këtynve ndacakëve që vinë nuk kanë mundësi me posedu as me imagjinu. Para mendon e vëllezër vetëm qelsat e depove të pasurisë së Karunit, thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, një të burra s'kan mundësi me i bartë e qelsin tanë faktikisht që nuk shifet me dritën e sinit, a mendon se ka me mbijetu. Thot Allahu Azza wa Jall fe khasafna bihi, thot Allahu Azza wa Jall ne fundosëm atë dhe pasurin e ti, dhe fundosëm shtëpin e ti, e fundosëm krenarin e ti, e fundosëm Allahu Azza wa Jall për shtetin e ti, pa Karuni ka qenë ma i pasër se ti, populli Adit ka qenë ma i fuqishëm se ti, Firauni ka gëzu për shtet më të madh se ti. Ku janë ata? Ku do t'jesh ti? Pra ti do t'ngelesh në mbetorilat e historisë. Për ata disa ta është të quajtur kombëtar vëllezër të ndershëm, e duhatën këtë erë dhe për atë arsye para lajmëruan se dorëheqjet tona do të jenë parakthish, dorëheqjet tona do të jenë në trizë të shtirtuara, nga se mos t'i shkele populli me kapucet e tyre, ata e në hatën erën e drejtësisë Allahut Azza wa Jall. Kush qëndron pas tyre qëndron vëllezër të ndershëm drejtësia absolute Allahut Azza wa Jall, dhe qëndron gjithashtu në qafat e tyre zullumi dhe padrejtësia dhe hajnia e tyre, komploti i tyre vëllezër të ndershëm që Allahu Azza wa Jall tregon se sundosi kësaj toke. S'ka mundësi një krijesë të jetë, por Allahu Azza wa Jall e kontrollon. Allahu e mbikëqir, Allahu nuk harron. Ato janë që kanë harru gjunat e tyre, mëkatet e tyre, krimat e tyre, mirë po Allahu Azza wa Jall nuk harron. Allahu Azza wa Jall ndihmon këtë fe edhe me njerin e prish. Allahu Azza wa Jall banushtarët të tij ka nuk imagjinon njeriu. Kush e ka mendu vëllezër të ndershëm se ka të shpejt kanë mundësi këto kriminal të binë para ata, thonte Ibn Taymija. Allahu Azza wa Jall e ka si zakon, nuk i mposht Allahu Azza wa Jall kriminalet. Allahu Azza wa Jall nuk i poshtë vetëm ditën kur mendojnë ato se janë të pamposhtur. Pra thonte Ibn Qayyim, kujt Allahu Azza wa Jall që do e të mirën, ja hap dirët e parullësisë dhe nënshtrimit dhe modestisë, kujt ja don Allahu të keqen, ja hap dirët e kryelartësisë, mendje madhësisë, arrogancës dhe vetë pëlqimit. Pra nëse shef një pushtetar se bondën me një madh britë se Allahu Azza wa Jall don me ndëshku ata, pra thonë të Allahu Azza wa Jall si transmeton Imam Ahmedin musnedin e tij që Imam Sheikh Albani e ka konsideru këtë hadith të vërtet.
Thënë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yumli lidh-dhalimin. Allahu jep afat një zullumqarit, jep afat që të pendohet, të përmirësohet. Allahu jep afat atij që të kthehet. Allahu azza wa jall jep ata afat të caktuar, megjithatë ai vazhdon mizorinë e tij, padrejtësinë e tij, zullumin e tij. Thot fa idha akhadhahu lam yuflithu, ku ta kape Allahu s'ka mundësi që t'i hike pi dorës Allahu. Pra Allah të ndëshëm pastaj i lexoj këto ajete pejgamberi Allahu thot në Kur'anin e Kerim, që thot Allahu azza wa jall në Kur'anin e Kerim, thot falamma farihu, thot kur u gëzuan ato me arritjet e tyre, falamma nasu ma dhukiru bi, një popull ku ta harron këshillën e Allahut azza wa jall, se Allahu pinimon jo besimtar. Ndërgjëre këto jetë që Allahu azza wa jall ndëshkon zullumqar dhe njerëzit e padrejt. Se thot Allahu fala yaghurrannaka taqallubun fil bilad. Mos bashtrohet ti mbi zotrimi i përkohshëm i këtyre në këtë botë. Metaun qalil, pak ato kanë gëzime, pak ditë dëfrimi kanë. Nuk o të zonë besimtari më mashtru dhe me arru se Allahu azza wa jall nuk ekziston dhe nuk e bigqirë këtë botë. Thot Allahu azza wa jall falamma nasu ma dhukiru bih. Kur arruan ato këshillat e Allahut, kur arruan ata mirësitë e Allahut, kur i përbuzën begatit e Allahut, kur banën padrejtësinë lokën e Allahut, thot Allahu fatahna alejhim abwaaba kulli shay. Allahu ja qelën mirësitë e kësaj dunjoje, të gjithë dirët ja hapëm atyre. Hatta idha farihu bima utu, derisa të gëzohen ato për arritje dhe suksesin e tyre, thot Allahu azza wa jalla qadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun, ne jam imposhmi ato befas dhe ngelin të shgënjër. Fekutja dabilul qaumi alladhina zalemu walhamdulillahi rabbil alamin. Kështu përfundojnë zullumqarët. Zullumqarët nuk bien vëllezër të ndërsën me plan, ato bien pa plan. Ato Allahu azza wa jall ndërshkon dhe i bie Allahu i rrezon pej postit ka nuk e presin. Befas Allahu i ndërshkon, ato i njërojnë zonin e popullit, mirë për Allahu azza wa jall e ban aq të fuqishëm që të shtin frikë ngjokësat e tyre. Allahu azza wa jall i mposht ato me ato të cilët nuk i ka pas në konsiderat, as nuk i ka pas parasysh. Pra Allah të ndërshëm me tregu Allahu azza wa jall fuqinë e tij dhe thot e qadnahum baghtatan. Allahu befas i merë, fe i dhe o mobilison ngelin të shgënjër, trokitin der të përëndimit i gjenjë të mbyllura, trokitin der të Amerikës i gjenjë të mbyllura, trokitin der të Rusis i gjenjë të mbyllura, trokitin der e Kinës i gjenjë të mbyllura, ja pra i trokitën dhe der të Israelit, faktikisht ato së në shpëtojnë vetën e tyre, kokën e tyre, do të shpëtojnë kokën tone, për ato Allahu azza wa jall thot fekutja dabirul qaumi alladhina zalemu. A nuk isha unë që ju shërbeva juve, a nuk isha unë që ja krita misionin juve, a nuk isha unë që bona zullum pa drejtësim bi popullin tim, a nuk ja dova tokën juve, a nuk propozova që të krijoj shtet për ju, a nuk jam dhe nuk jam, thot Allahu azza wa jall fekutja dabirul qaumi alladhina zalemu walhamdulillahi rabbil alamin. Kështu përfundojnë zullumqarët, falënderimi takon fillim dhe mbarim vetëm Allahut azza wa jall, nga se këtë nuk ka mundësi ta baje vetëm Zoti i gjithësisë, vëllezër të ndërshëm. Sot bote përëndimit hek mbolesën mbi shtetin mizor zyrtarisht dhe ai propozon shtetin fqinj që ndërhin për drejtësi, për çka se i thot atinve për çka se s'jemi të kënaqur me kryerjen e veprës uj. Ai që mund me kri është filoni dhe haloni. Kjo është ajo që ne i thojmë të dbiru lillahi, kjo është ai planifikimi Zotit tonë që kam thonë, se 2027 s'keni me pa shtet të Izraelit, po ne e presmi që të kalon nëse jemi gjallë, dhe do të shifni se komploti ka fillu 2023, ndërsa mbaron ki komplot 2027 dhe fillim 2028, dhe do t'i shifni në fund të këti vitin do dhit
mrekullit e Allahut Azza wa Jall në tokë, nga se Allahu Azza wa Jall e mbikëqir këtë tokë, nuk janë njerëzit që janë mbikëqir s'kaj toke. Ai e krijoi, ai e rregullon, ai e mbikëqir, ai është që ngrit këndon dhe ul këndon. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu t'i ngrit besimtar dhe njerëz të drejtë, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall ta mbështet të drejtën, dhe Allahu Azza wa Jall sa më parë të ngallënjejë drejta në dorët e tij, dhe tregon Allahu Azza wa Jall fuqinë e tij për ata të cilët kanë mendje të logjikojnë dhe kanë si të shiqojnë. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Pra vëllezër të ndershëm, pse Allahu Azza wa Jall e lejon që mizoria dhe padrejtësia dhe zullumi të mbijeton. Vëllezër të ndershëm, e lejon Allahu Azza wa Jall që të pendohen zullumqtarët dhe njerëzit e padrejtë. Dhe e lejon Allahu Azza wa Jall që të tregon fuqinë absolute të tij. Dhe të regon Allahu Azza wa Jall se si shduket padrejtësia në kohën kur nuk e presin njerëzit. Pra vëllezër të ndershëm, stuhia dhe era që ka fillu kjo vetëm se zgjerohet. Dhe nëse kena imër këta ditë dhe këta muaj dhe këta vite, do të shifni se si zgjerohet në dorën atinëve që se kanë pritën as njani prej politikanëve mirë, po neve në patë ngellë dhe dita politikanë që ti provojnë. Me shpresë që do t'jenë shpëtimtar për këtë popull. Pra Allahu Azza wa Jall ka zakon nuk i mposh zullumqtar derisa të binden në tërësi populli se s'ka gjë prej tyre. Nga se mos të bind qeverisjet e tyre dikujt të lakmojë dhe të thot si kur të kishte kon filani. Ja pra filani ju erdh, ja pra po krenohet gjithashtu që se e ka qeverin më të madhe në Ballkan. Po krenohen se ka votues më shumë, edhe pse vëllezër të ndershëm ne dim se sa është numri votuesve. Ku besa dërmuese e popullit vetëm se nuk ka haber për zgjedhje dhe nuk do meni për ta. Nga se nuk ka me të mas shpresë që të shpresojmë në kërkan për ata shumice e popullit janë që bojkotojnë. Bojkotimi tyre është faktikisht revolt kontra padrejtësisë, hajlis dhe vjedhis dhe keqpërditërimit të kokës së popullit të tyre. Pra vëllezër të ndershëm, do të bindni se nëse ka ngellë dhe një politikan pa provu, Allahu ka mundësi me ja sjell dhe ata ta provoni. Ta hekni me rakin se na jena një popull kena dëshirë krejt mi provu, edhe pse jena kallaballëk që kemi dëshirë me udhëheqën, megjithatë do ta shihni se si Allahu Azza wa Jall mposhtë padrejtësinë, jo vetëm lokale dhe regionale, po kjo padrejtësi ka fillu të eliminohet të zhduket me mbartë botën. Dhe unë ju kam tregu në hidmën se Allahu është duke përgatit tokën për diçka madhore. Ka po për fenë tonë, ka po për dinin tonë, se dini jotë është motoja e drejtësisë për ata vëllezër të ndershëm. Kreno me fenë tonë, si që Allahu Azza wa Jall, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u depsonu, mos u ligështonu, mos u demoralizonu, nga se ju jeni më të lartit për derisa jeni besimtar. Ne i prismi ata që e lanë fenë, që e lanë Allahun Azza wa Jall. Na po i prismi ato që ka fituat ju e që ka humbëm ne. Ne që e fituam Allahun që ka humbëm, nëse e gjenë Allahun tanë që ka ke humbë, nëse e ke humbë Allahun tanë që ka ke fitu, me që ka po krenoa se ke fitu. Pra vëllezër të ndershëm, drejtët në vijim janë vendimtare, kanë me ndodhita për ja pas njërshme. Do të triumfojnë ata të cilët e përkajnë drejtësin, ata të cilët kanë sakrifiku për drejtësin. Janë dita që Allahu Azza wa Jall ka fillu friti vetëm të qelë, ka fillu friti të ipët, vëllezër të ndershëm, do të ngallënjejnë të drejtit dhe do të boshtën zullumqtar dhe njerëz të padrejtë që kanë përdor, që kanë keq përdor kartën e popullit, që kanë
keq përdor çështjen kombëtare, që e kanë keq përdor çështjen fetare, do t'i mbosh Allahu Azza wa Jall nga i pari deri te imrami, për shkak se Allahu Azza wa Jall thot Kurani Kerim kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Ne lexojmë Kurani Kerimin që thot Allahu Azza wa Jall gjithësundimi i takon Allahut. Allahu e ngrit kanë të don, e ul Allahu Azza wa Jall kanë të don, i ja pushtet atij që don dhe ja merr pushtetin atij që don Allahu Azza wa Jall. Në dorën e Allahut janë gjithë mirësitë, ne i presmi këto mirësi që i ka premtuar. Qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa qimus salat.